Hajde të kazoj diçka shumë interesant që nëse ti një app e përdor mas shumë ti, edhe do me qitë në display që gjithë me post parën, veç me shtyp, tash të kazoj qysh mundesh me bon, se për para o konë veç një dritë e ki post edhe kamerën. Tash mundesh me ndru me qitë shka dush ti. Qërë video. Tash për shemë veç e shtyp një njerë që tu, që ku keni qëtu dritën edhe qëtu aparatin. Që të dyja e në konë gjatë, s'ki mujtë asë mindru asë kur gjonë. Tash mundesh mindru të dyja me qitë shka dush. Qëtu mund me qitë për shemull WhatsApp ose Instagram ose shka dush ti. Tash të veç e mon shtyp një herë, qështu qyshon, veç e mon shtypt, edhe qile që kjo. Tash të qëtu anë pasën, qëtu në fund, e shtyp një qëtu anë pasën, e shtyp një edhe një herë qëtu, edhe tash që del që kjo, me minus. Tash veç e shtyp një minusin qëtu, edhe kjo fshinjet, u fshin. Tash e shtyp një plusin qëtu, edhe shkoni që këhon. Këto mundi me qitë që në ndoni, po tash për shemë na po shkojmë që këhon po e lypëm app ëvnën. Do me thonë qëto krejt app-at që janë. Veç e shtypmi qëto, edhe tash të qëto app ausvelin. Do me thonë po thot shtype një app qëfara po tonë ti, veç e shtyp qëto app ausvelin, edhe dorin krejt app-at. Tash për shemë shkojmë, shtypa gabim, edhe njëherë, shkoj për shemë të poshtë që po dojmë me qitë WhatsApp për shemë, e lypmi WhatsApp-in ku është, që qëto, veç e bojmë qëto, edhe tash ku del që kjo, veç e shtypmi qëto një herë, edhe